E kam veç edhe një pyetje të fundit, e di që edhe mu më ka ndodhur kur kam qenë fëmijë, ka ndodhur edhe djalit tim pikërisht në këtë Ramazan, kur habitesh e prish pahiri. Çka duhet me bë për me vazhdu agjërimin pa e lënë në gjysmë atë ditë? Ajo fillimisht nuk konsiderohet prishje. Krejt në rregull është. Bile, i dërguri Allahut, Muhamedi a.s. se feja është e detajizume. Këtu të na nuk kam mjegull diçka, që me thonë s'pi kuptoj, ose runa zët me eran njëri konfuz me vetë vetën, mos me i kuptu senet. S'ka konfuzitet tu. Tu krejt jenë të sqaruar atë qartë. Njeri ju mundet me hangër, edhe me pi. Duke pi, i bjen mend që është agjerushëm, e ndërpren. Qaq? E pastron gojen, çka ka ndodhur, Muhamedi a.s. ka thonë, e ka ushqy Zoti ti. Ka ushqy Zoti, edhe fëmijët shpesh heri është e Zoti. E han një moll apo gjysëm apo një banana diçka i bien mend. Nanat e mençura i thonë rregull është bija ime ose djali im. Disa jo të mençura, po ç'a bane çyshe kështu e komplekson fëmijën. Po lemëre, leja i fëmijë është, edhe ashtu kështu ndoshta s'është, që me thonë në fazën e pjekurisë se ka obligim. Kështu që edhe ju që punoni në kuzhinë, ose edhe edhe na ka pak në kuzhinë, tash do të mos sill, po me ndihmu ka pak familjarëve, çka të kena mundësi kuptohet, ka mundësi që njeriu edhe gabon edhe e shijon gjellën, a prishet? Jo, s'prishet hiç. Nuk prishet vetëm me vazhdan. Bile nëse e din që po ja huq shpesh herë, që disa i lën gjellat gjithmonë pa melmesa, pa krip. Edhe ja huq shpesh, e din veten, e ka si problem. Po, mundet me provu me gjumë, po, a është tamam, a nuk është tamam. Ama jo me përbi. Jo me përbi. Këta ma kam mësuar edhe mu gjyshja. E di se ka me përbi nuk ban.